Përshëndetje, unë jam Dorina Shamo, drejtuese e Frontera Qendra, Frontera Akademi dhe Vanmed. Kam derin sot të kem të ftuar një mikesh, një vajzë të vogël dhe tashmë një punojse të re për Fronterën, që është bashkuar rrugtimit ton. Quhet Lubiana dhe unë të them mirëseardhje Lubiana. Faleminderit për ftesën dhe jam shumë e lumtur dhe e privilegjuar që jam këtu sot. Ti ke një histori që mua më ka dhënë një ndjesi shumë të veçantë dhe kjo është arsyeja pse unë të kam ftuar në podcast për ta ndarë këtë ne të dyja dhe për ta ndarë këtë mbas edhe për publikun e gjerë që e dëgjon podcastin ose shikojnë gjithçka të Fronterës. Pasi ti bën një 2 intervista me HR-in, është takimi i fundit që ne të dyja bëjmë, pasi dhe ajo më kishte thënë për ndjesitë që kishte pasur pas intervistës që kishte bërë me ty. Dhe pasi bëjmë një intervistë bashk tek kjo qendër, unë kuptoj mënyrën se si të shkëlqenin syt kur ti thoje emrin Frontera. E lidhur kjo me një histori personale tënde. 2 ditë pas humbjes së babait, të vjen një telefonat. Dhe kjo telefonat ishte nga Frontera. Ajo që mua më bëri të kisha një drithërim, sepse deri në atë moment patjetër kam kaluar dhe kaloj vazhdimisht punojës nga hapjet e mëdha të qendrave të vazhdueshme. Kemi dhe do kemi patjetër punojës të ndryshëm. Por një fjali e jotja ishte: unë kam ndërruar Fronterën. Dhe kjo ishte për mua, domethënë, një fjali shumë e madhe që dikush pavarësisht se zgjedh punoj me ne dhe ti bashkohet familjes së madhe Frontera, po ka një ndjesi ta ketë ëndër, është fjalë e madhe. Dhe unë do doja ta nisja me këtë historinë. Ti pas një buzëqeshje fshe një njeri me një zemër të madhe. Dhe unë dua të kuptoj, çfarë ishe ti përpara se të ishe te Frontera? Atëherë, unë kam qenë një estetiste normalisht dhe kam punuar diku tjetër, por që para se të vazhdoja shkollën, çdo njeri në fushën e tij para se të vazhdojë me një studim bën hulumtimet për sa i përket se disa klinikat cilat janë më të mirat, sepse në periudhën kur unë po bëja shkollën, familja ime e para nuk ishte dakord që unë vazhdoja estetikën, për faktin që në familja ime nuk e njihte shumë si gjë. Dhe unë isha gjithmonë nuk e ka njohur sepse është një fushë e zhvilluar vonë. Dhe familja ime nuk ishte dakord, ishte shumë e prirur tek këto degët që gjithmonë dihen që ti do e gjesh jurist, ekonomist. Po. Ishte gjithmonë kjo ideja, jo po çfarë do bësh ti me këtë shkollën, dhe shumë të tjerë kishin do vazhdosh për parukeri. Dhe se ngatrohet gjithmonë kjo. Po, ngatrohet pjesa e estetikës që merresh me trajtimet e fytyrës dhe çdo gjë tjetër që edhe Frontera ofron, tek pjesa e parukerisë. Dhe unë hulumtova, madje ditën që kam bërë kërkimet, ka qenë edhe një vjetori i Fronterës Fushkryes, që unë do vazhdoja pjesën e studimeve. Vazhdova studimet edhe kaq. E pash që Frontera ishte një ndër klinikat më të mira që në atë kohë, sepse në atë kohë ishin edhe lazerat që po dilnin shumë në tregun që ju e kishit edhe të parin. Vazhdova shkollën dhe fati im i mirë u punësova paralelisht me studimet. Unë një njeri që kam shumë pritshmëri tek vetja dhe kam ato, po them, kufinë dhe limite që them dua të arrij atje. Vazhdova punoja, por prap nuk isha aty ku doja. Doja që të arrija më shumë, sepse e dija që estetika është gjithmonë në avancë dhe e dija që diku tjetër do ketë gjithmonë avancën kryesore dhe parësore, siç është dhe Frontera. Vazhdova të punoja, si fillim e nisa me një punë, pastaj përfundova dhe me një punë tjetër. Pra, unë çohesha në orën 5:30 të mëngjesit dhe shkoja në orën 11 në shtëpi. Dhe që në atë moshë? Po, që 18 vjeç. Pse gjithë kjo nevojë e madhe për të bërë kaq shumë punë në atë moshë? Doja që krijoja experience, doja që të merrja sa më shumë, sepse në fillim ka qenë një zgjedhje profesioni, por pastaj u kthye në pasion. Çdo gjë kur shikoja rezultatet që unë i jepja klientëve. Pse këtë pasion do ta lidhje ti me Fronterën? Pse do ishte Frontera i vendi që do të jepte ty këtë pasionin e madh? Sepse përveç faktit standardi që Frontera ofron, ka qenë gjithkohën. Po ti nuk e njihje në atë standardin, e shikoje vetëm nga Instagram. E shikoja dhe kisha krijuar një ide që është ai standardi që unë kërkoj edhe pik. Në trurin tim ishte krijuar kjo ideja dhe nuk
nuk ma ndronte njëri, mund të ishte një klinikë akoma dhe më e mirë. Diku tjetër, unë prap do thoja, jo, Frontera më pëlqen prap, më shumë. Të rishte emri. Më të rishte emri, më të rishte mënyra, ngjyra, domethënë ishte bërë një kombinim. E kishe vizituar ti si klient? Jo, nuk e kisha vizituar asnjëherë. Gjithmonë e shihja në rrjetet sociale, isha bërë si një stalker i Fronterës, që rrija dhe shikoja gjithë kohën. Ndërkohë që punoja paralelisht, në maj të vitit 2025, hapen vende pune për pozicionin si estetiste të Fronterës në Palas. Dërgova CV dhe u pranova dhe më lanë një ditë interviste. Nuk deshi zoti sepse në atë ditë mua më shtrua babi në spital. Dhe ja, këtë unë nuk e dija. Dija vetëm pjesën e dytë kur ne të marrim për Crown Plaza. E vërtet, në atë ditë unë kisha të njëjtën ditë kisha edhe intervistën edhe babin. Normalisht zgjodha babin. Patjetër do ishe atje. Po. Dhe ditët kalonin dhe unë në trurin tim e kisha krijuar atë idenë. CV-ja ime është printuar dhe është bërë një kryq i madh që kjo nuk paraqit, nuk është korrekte. Kaluan ditët, unë se herë që shikoja pjesën e postimeve, story, çoja gjithmonë CV. Në Instagram, në email, në WhatsApp. Domethënë, unë mendoj që isha bërë njeriu më i bezdisur tek Frontera që sa herë që shikoja, përshëndetje, keni nevojë për staf? Çoja CV. Edhe kaluan ditët dhe telefonata e Fronterës më ka ardhur në një moment që unë e kisha humbur. Pikërisht pas 2 ditë pas humbjes së babait, të vjen një telefonat nga Frontera. Dhe, të them të drejtën, kam menduar që jam në një deluzion dhe thjesht duke marrë parasysh dhe situatën që ndodhesha, nuk e dija, është e vërtet kjo që më ndodh apo thjesht unë po kaloj një situatë shumë të rëndë edhe po krijoj halucinacione, po krijoj gjëra që nuk janë të vërteta. Kur ne të dyja takojmë, më thua që shiko, unë e mbylla telefonin dhe i thash dikujt tjetër, të lutem, merre një herë, ishte e vërtet që ishte Frontera në telefon apo jo? Po, kam marrë motrën dhe i kam thënë, motra më kanë marrë në telefon të Fronterës, po nuk e di nëse është Frontera apo po tallen me mua. Edhe më tha, pse duhet tallet dikush me ty dhe të thotë për intervistë? Edhe po, kur më morën në telefon, si u ndjeve ti kur ne të marrim në telefon për të paraqitur? Isha shumë në ajër. Edhe e vetmja gjë që më kanë thënë, je përzgjedhur dhe unë që isha vetëm po, do vi. Nuk dija asgjë, njerëzit kalonin, dilin, iknin dhe unë isha po, do vi. Edhe mendoj që Frontera më ka ardhur si dhuratë nga babi. Për të vetmen arsye. Ti shikon këtë si një bekim nga ai? Për të vetmen arsye që ai gjithmonë, nga që më shikonte që unë çohesha shumë herët për tikur në punë dhe vija shumë vonë, thonte, lutem, do e gjesh një punë që të jetë stabil, edhe të ndihmoj ty të rritesh profesionalisht, po dhe të jetë fikse. Jo të çohesh në orën 5 dhe të vish në orën 12 natës në shtëpi, se nuk konsumohesh. Duke marrë parasysh edhe pjesën që normalisht ndodhi fiks në momentin që intervista e parë mua më dojsh se babi përfundoi në spital, mendoj që ai të dha një mundësi që ti ta fitoje atë që doja të ëndrrën tënde, edhe pse ai nuk është më sot. Ti ma dha si një gjë që merre dhe më bëj krenar. Me këtë që nuk të solla, sepse ishte fiks 2 ditë pasi ai iku. Kjo ka një lidhje shumë të veçantë me ne të dyja, sepse edhe unë e kam humbur babain në një moshë shumë të vogël, pak më e madhe se sa ty, dhe patjetër e di që çfarë do të thotë të humbësh një njeri të dashur ose të humbësh një njeri orientues, busull, siç në rastin tim edhe tëndin baballarët tanë kanë qenë. Sa e vështirë është që ti të gjesh kurajën të ecësh përpara pas një dhimbje të madhe dhe ti mos të ndalesh ëndra, siç ti nuk i ndale? Është e vështirë, por akoma vazhdoj me idenë që është diku tjetër, nuk ka vdekur. Mendoj që është thjesht jeton diku dhe më ruan, më shikon dhe më jep zgjidhje gjithmonë kur un kam nevojë. Nuk është një gjë që mendoj që s'do e pranoj për një kohë të gjatë, por e di që jeta vazhdon, sidomos në periudhën kur më solli disa gjëra akoma dhe më të mira, kam vazhduar vërtet ta besoj që jeta vazhdon. Të mbushësh shpirtin tënd edhe të bësh vërtet atë që ti ke dëshirë dhe ëndrrën tënde ta çosh përpara. Patjetër dhe duke e bërë krenar, se dhe kjo është ajo që ne bëjmë çdo ditë, të bëjmë krenar njerëzit që kanë besuar tek neve në atë që ne kemi zgjedhur të bëjmë, po patjetër dhe që në një farë mënyrë të mbushim atë boshllëkun që neve na mungon sot. Ti je i vetmi person që punon në familje? Po, sepse mami nuk është e mundur që të punojë dhe unë jetoj me mamin, edhe normalisht
gjithmonë prindët e mi duke qenë se unë kam qenë e vogla, jo po mos puno dhe mënyra se si më ra e gjithë gjë që ta marr unë përsipër, ishte sa e fortë, po më forcoi dhe mua që duhet vazhdosh. Pra është një arsye tani që më mban akoma dhe më të fortë që të eci përpara dhe të punoj fort sepse është mami që tani ka nevojë për mua. Pse ti e ke emrin Lupiana? Ke emrin shumë të bukur edhe që i ngel në memori çdo njeriu që të njeh. Emri im është i ri vënë, sepse emrin tim e ka pasur motra ime ka ndruar jetë, edhe duke qenë se ka qenë një emër që gjithë familja e pëlqente, donte, edhe për nder të asaj ma kanë kaluar mua. Po, ti e lumtur që e mban. Jam shumë e lumtur. Dhe sepse motra nuk është në një fshat ku ne nga jemi. Dhe sa herë që shkoj atje unë e vizitoj. Ndonë se unë nuk e kam njohur se patjetër ka qenë përpara se të lindje. Ka qenë shumë më përpara. Thjesht unë e kam atë ndjesinë, kam një lloj ndjesie sikur kam një marrëdhënie shpirtërore me atë. Edhe pa e njohur dhe pa e ditur. Po. Sa me gjithë sfidat e mëdha që ne na japin aq më tepër për moshën që ti disponon. Sa e vështirë është të kesh këtë lloj ndjeshmërie, të ecësh përpara me dhimbjen e madhe dhe t'ju thuash vajzave të vogla si ty që pavarësisht gjërave që ndodhin në jetë dhe pavarësisht vështirësive që jeta na jep, ne duhet të ecim përpara dhe ëndrat të mos i lëmë. Kush do ishte një mesazh që ti do t'i jepi këtyre vajzave? Si ty që kalojnë këtë vështirësi dhe mendojnë që në një moment të jetës ëndrat do ngelen për gjysëm. Është e vështirë, por unë gjithmonë mendoj që duhet të mendojmë dhe të shikojmë njerëzit që na lan pas dhe të ecim me synimin që gjithmonë t'i bëjmë krenar. Domethënë, mendoj që krenaria dhe lumturia më e madhe është që ne t'i bëjmë të lumtur dhe krenar që na shohin nga lart. Është definitive kjo gjë. Nuk mendoj që ka diçka tjetër, një arsye më të madhe që nuk mund t'i bëjmë krenar nëse ne ndalojmë ëndrat. Përkundrazi, mendoj që do mërziteshin nga atje ku janë, nuk do ishin të lumtur, sepse ne jemi rritur me prindër shqiptarë dhe na kanë mësuar që asnjëherë mos dorëzohemi dhe gjithmonë të ecim përpara, çfarëdo lloj sfide, çfarëdo lloj gjëje që na ndodh. Dhe kjo është mesazhi më i mirë që ti mund t'i japësh një vajzë të vogël që duhet të çojë përpara një mision që ka marrë apo një vendim që ka marrë. Ti një estetiste e vogël që vjen tek Frontera, tashmë e pranuar në punë, por për të bërë një praktik tek Frontera Tiranë, për sa kohë qendra jote hapet në fund të shkurtit. Si janë sjell stafi me ty? Si janë sjell vajzat e tjera? A kanë qenë këta motivuese? A kanë qenë këta që të kanë bërë të rritesh profesionalisht apo emocionalisht? Kanë qenë këta mikpritëse? Kanë qenë aq shumë mikpritëse sa unë kur kam ardhur ditën e parë, jam ndjerë sikur kam vite që punoj tek stafi i Fronterës dhe jo që kam ditën e parë për trajnim. Vajzat njëra më merrte, tjetra më lëshonte, më tregonin çdo gjë të mundshme për sa i përket Fronterës, pra nuk kanë nguruar në asnjë moment më japin profesionin e tyre, pra ato trajnime që ato i kanë marrë, ti ndajnë me mua për asnjë moment. Gjithkohon kanë qenë duke më ndihmuar, duke më suportuar, nëse se po ndodh të bësh nesër, s'ka problem, është një gjë që ti e mëson, e kap. Gjitha gocat kanë qenë shumë të mira me mua dhe unë jam shumë falendëruese të gjithë stafit Fronterës. Dhe ti mëson shpejt, këtë e kemi kuptuar. Po. Vjen kjo nga pasioni që ti ke, apo sepse ti je një person, një fëmijë disiplinuar që çdo gjë që detyrë të jepet, ti e mëson dhe e bën. Është një miksim i të dyjave. Unë kam pasur shumë disiplinë nga babi kur isha e vogël, që edhe çorapet më thonte, jo, i ke bërë gabim, bëj edhe nga fillimi, duhet i bësh drejt. Ndërsa për sa i përket pjesës pasionit, unë qura kam nisur, ndonë se i kisha të gjithë kundra, unë adhuroja si gjë dhe çdo ditë më shumë ndihesha shumë e fat që e kam zgjedhur si profesion. Çfarë gjen ti të veçantë tek profesioni jot, të qenurit estetist? Çfarë ndjesie do t'i përçoje ti pacientit apo klientit që do ishte ndryshe nga ato estetistët e tjera? E para sigurinë për rezultatet që do i ofroja, sepse normalisht një klient apo dhe një pacient që mund të vinë në klinik, e para vjen që ti t'i japësh ato sigurinë, që po, ne do e bëjmë këtë trajtimin dhe do kesh super rezultate. Jo për t'i bërë fasada apo për t'i mashtruar, por për të dhënë atë rezultatin e vërtet që ne trajnohemi, mësohemi dhe japim. Kjo
nuk varet gjithmonë vetëm nga neve, se ne duam dhe një produkt të mirë, duam dhe një pajisje të mirë. Kjo është një kombinim i Vanmedit me Fronterën. Ti ke mësuar të gjithë kompani, ke lexuar çdo gjë përpara se të vija. Unë po të them kam qenë një stalker i Fronterës. Duke e gjumbuar në çdo gjë. Po, ndërsa tek KMK-ja shkoja se bëja analizat. Të gjitha, të para të kontrolluara, sepse unë vura re një gjë. Gjatë intervistës bashk, kishe parë intervistat e mia, kishe lexuar, dije çdo gjë për Fronterën, dije pajisjet brenda. Ndonjëherë më dukej më shumë sa një staf që është i punësuar. Dije çdo gjë, domethënë kishe qenë kaq i vëmendshme për të kuptuar çdo gjë çfarë kishim neve brenda. Po. Dhe këtë vetëm një person i apasionuar edhe një person që e dashuron atë punë mund të lexojë çdo gjë. Duke parë standardin, siç po e thoya edhe më përpara, shërbimet dhe aparatura që Frontera ofron mundësinë rritjes në karrierë, në profesion, është e pamundur që ti mos të hulumtosh, mos të kërkosh të dish më shumë për atë. Është thjesht çfarë të doje ti të ndryshoje te Frontera? Ka ndonjë gjë që s'ka pëlqyer? Jo. Kaq pak kosa je. Jo, nuk do doja të ndryshoja asgjë. Unë e kam thënë që në fillim, nëse në të ardhmen do kisha një biznes, do ishte fiks si Frontera, atë që unë imagjinoj. Ne do bëjmë franchising, kështu që ne mund të t'japim, kur pritesh më shumë. Mund të kalojmë një franchising. Po, jam shumë dakord me këtë dhe gjithmonë e thash që në fillim, nëse është diçka që do doja që biznesi të funksiononte në atë lloj forme, do doja që të ishte si Frontera. Çdo gjë është në rregull, ka një lloj pastërtie që ti e shikon që në hyrje dhe në të gjithë dhomat përkatëse dhe mendoj që nuk ka vend për përmirësim. Gjithmonë ka vend për përmirësim, por gjëra të vogla që ne i shikojmë vazhdimisht, po që dashuria e madhe e stafit që drejtoj ka bërë të mundur gjithmonë që ne të rritemi bashkarisht, sepse edhe unë që sot drejtoj një sipërmarrje të tillë, kam mësuar si juve, si bëhet, dhe kam pasur gjithmonë një shprehje që thoja, e ka bërë dikush përpara meje? Okej, do ta bëj edhe unë. Dhe kështu kam mësuar edhe unë, sepse edhe unë jam farmaciste në profesion. Dhe mësova gjatë kohës që sektori ndryshoi, u bë patjetër e rëndësishme sipërmarrjet e mjekësisë estetike, më përpara nuk është se ishin kaq të rëndësishme. Dhe të gjithë ne u gjendën në një rrugtim që mësuam njëri tjetrin, ato që ne nuk dinim e mësuam nga partnerët e huaj, duke bërë këtë jetën e disiplinës, duke marrë çdo lloj informacioni, duke qenë të përulur përpara dijes, dhe kjo na bëri këto që jemi sot. Dhe kemi dhe persona që janë të ndërruar pas nesh. Vërtet, unë e para. Gjithmonë ka një vështirësi kur ne humbim njerëz, edhe në këtë rast, edhe humbja e babait, tënd, timit edhe të gjithë. Por nëse do doje t'i thoje diçka atij, kush do ishte mesazhi që do jepi ose kush do ishte ajo gjëja që do doje të ndaje me të? Unë gja e kam ndarë me atë, se ditën që unë kam bërë intervistën, kam shkuar atje, por do doja t'i thoja babi ndrova punën dhe kam një punë me një orar të mirë dhe me standarde që ai gjithmonë më thonte, shiko një punë që ti të rritesh profesionalisht, të arrish aty ku do ti jetë edhe me oraret e mirë, se babi me kishte gjithmonë këtë idenë që po vjen shumë vonë, me të drejtë se unë në orën 12 gati pothuajse shkoja në shtëpi dhe lodhesha shumë dhe mos të kesh nevojë të bësh 16 orë pune, po të kesh bësh një orar të caktuar. Është shumë e vlerësueshme që pavarësisht moshës që ti ke patur, 18 ose më e vogël, ti ke zgjedhur të fitosh autonominë ekonomike, patjetër edhe profesionale, por edhe të ishe pavarur. Dhe unë mendoj që ti ja ke dalë dhe vërtet je një shembull që secila vajzë e moshës tënde do duhet marrë nga ty. Dhe arsyeja kur unë vendosa që të merrja në podcast dhe në intervistë ishte vërtet për të thënë që je një krenari për Fronterën dhe një mesazh i madh që ti jep çdo ditë me atë buzëqeshjen tënde shumë të dashur që askush nuk kuptoi asnjëherë që ti ke apo nuk ke problematika, vetëm për të thënë në çdo vështirësi kur ne punojmë me zemër ne gjithmonë do ja dalim. Edhe kjo është një mesazh që ti e jep çdo ditë dhe unë për këtë gjithmonë të kam dashur fort.
E vërtet, edhe do vazhdoj ta jap gjithmonë, sepse mendoj duke ankuar nuk do arrim asgjë. Duke punuar, po. Unë të falenderoj shumë që ti u bëre pjesë e podcastit dhe uroj shumë që mos të ndahesh nga rrugtimi jonë deri kur të vendosesh të bësh një franchising. Faleminderit shumë për ftesën dhe unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e Fronterës. Ky është podcasti për sot.